kompani që merret me grumbullimin e bimëve. Bimë kryesore janë Sherebella, Rigoni, që janë bimë që kultivohen, por edhe rriten të Grand Mal, por përgjithsisht vitet e fundit që pas 15-20 vite ka që përmert e ka marrë prej një mal edhe e kultivojnë. Ne jemi të fokusuar më shumë tek produkti kultivu që është në këtë zonë. Sherebella është që emri latinisht është Salvia officinalis, është një bimë medicinale, përdoret në fushën e medicinale, por edhe për ushqim, përdoret si erë, si përzierës për miksime të ndryshme që mund bëhen për ushqime. Këta janë disa informacione të përgjithshme, gjithashtu edhe Rigoni njëjta gjë. Ne jemi të fokusuar tek prodhimi ushqimor. Ne jemi një kompani që merret me produkte, përpunimin e produkteve që shkojnë për sektorin e ushqimor. Ne fillimisht si proces është fillon me grumbullimin e produktit që vjen nga fermeri. Produkti vjen i tharë, fillimisht korret produkti, thahet vetëm me rrezitim djavoz, do të thonë se lartaj, edhe pastaj vjen këtu te kompania, marrim e magazinojmë, çdo gjë është ndarë, magazinimi për lëndën e parë, magazinimi për produktin gjysmë përpunuar, magazinimi për produktin final, edhe gjitha proceset janë të gjërmueshme. Një gjë që është shumë kryesore për ne është edhe me ndjek gjërmueshmërinë e produktit, i cili çdo produkt që vjen nga fermieri ka një kod veti, ne e marrim te regjistrat tonë, shënojmë me kilograme, gjitha gjatë bazë cilësisë më normal, ja, edhe bazë cilësisë. Përgjithsisht për cilësinë na kena disa standarde, nuk është se pranojmë të gjitha llojet e cilësive që mund të jenë në treg, sepse ne jemi një kompani që 100% eksportojmë. Tregu jonë është i fokusuar ndoshta 90% në Amerikë, edhe kërkesat e larta janë cilësia është faktori kryesor. Patjetër. Që keni dominu tregun amerikan. Patjetër, sepse ato po nuk patet cilësi tjera, nuk ju intereson infrastruktura, çfarë mund kemi. Ne kemi ato parametrat tonë për cilësi, të cilat vendosen bazë ngjyrës, parametrave fiziko-kimik, që është përmbajtja e vajit esencial të produktit, apo lëndët e huaja. Gjitha këto përbëjnë atë standardin tonë, që përpara se ta pranojmë produktin këtu, analizojmë, kemi laboratori, e analizojmë edhe atëherë fusim në përpunim edhe gjitha hapat me radhë.